Po këtë që përdes. Tani për mu, nëse mu më pytë, unë kam emocione tjera. A ditë që kur të shkoj në Macedoni, dhe si të fut në kufje, ne unë jam në tokën i Smet Jasharit, Kumanovës. Është tokë e jam. Sa është e basi gjejmë këtu. E shumë shokëve tjerë që kanë ra. Qështu është? Edhe qështu në emocione kam dhe ati vend. Edhe kur të flasë për ata shokë atje, pavarësisht grupe politike, unë kështu është. Çdo herë ju emocionon, sa herë përmendet edhe sa herë din që je në tokë në Ismet Jasharit. Absolutisht. Dhe sa vite burgje edhe sa gjak kanë ata njerëz atje. Për lirinë e Kosovës. Edhe të tre tyne. Ndjes për këtë moment natyrisht me respekt edhe pietet e dashamirësi për gjithë ata cilët kanë kontribuar. Prandaj unë ka janë kur i shoh, me shumë lehtësi i marrim këto sene. Shumë thjesht i shpjegojmë këto fenomenet e sotit, pa një fellë. Shumë thjesht. Kjo me këto me ato. Shkojnë gjatë mi votat e Maqedonisë, nuk shkojnë të ky tjetër. Për klaset e tilla, si me thonë, si përfaqësisht, pa i fellë. Ata në merë djemë se atje, unë e moj me, tanë e moj me ne ku ka qenë shqiptarët në vitin 18-19. Edhe sa sakrifica po. Duhet pak ma tepër me po, ma fellë me i se qështje. Edhe arritëm, Skënderbeu në shesh. Përballë përmendorës Skënderbeu, të asan Prishtinës, flamuriu që kësë. Ku? Në Shkup. Unë e kom përjetu me shku në Shkup. Vitet 80-90, e me të maltretu deri në nasht. Deri në nasht, vishë pëse i shqiptar. Po, qa kom po në Shkup? Ta shpëtu me thë. E ato që ka po në Shkup, unë u ktheva në Kosovë me plot energji. Aja ka një tarë me tjerë zakonshme e pjesë e kombit tem. Tjerë zakonshme. Qa kom po me ta djemë të ri, me ta djemë punëtor, me ta djemë shokëve që i pash, të ri, intelektuale. Gjenerata e re. E ardhmja shqiptarëve atje, dhe shqiptaria atje.